Një ditë pas aludimeve të publikuara në media, ku pretendoi se ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë kishte ndërhyrë në raportin paraprak të OSBE ODIHR për të hequr emra e personash të përfshirë në krime zgjedhore, përfshirë figura të botës së krimit dhe zyrtar të policisë, Silvio Gonzato zhvilloi një takim me kryekomisionerin Ilirian Celibashi. Pas takimit, ambasadori Gonzato reagoi publikisht duke i mohuar kategorikisht akuzat dhe duke nënvizuar se BE-ja nuk ka patur dhe nuk do të ketë asnjë ndërhyrje në procesin zgjedhor. Bashkimi Evropian as nuk ndërhyn dhe as nuk manipulon. Se ne kemi ndërhyrë në raportin e ODIHR është plotësisht i pavërtet. ODIHR është një organizatë e pavarur dhe vepron në mënyrë të pavarur. Ne nuk mund të ndërhyjmë në raportet e tyre. Ne besojmë tek ODIHR, i cili është përgjegjës për monitorimin e procesit, deklaroi Gonzato. Ai theksoi se roli i BE-s është ndihmoj Shqipërinë në procesin e integrimit, duke sqaruar se ndodhen këtu për ndihmuar Shqipërinë, jo për të manipuluar. Ai gjithashtu e vlerësoi punën e SPAK, duke theksuar se lufta kundër krimit të organizuar është një pjesë e rëndësishme e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.